edhe një pyetje që po besoj që të bëhet edhe prej pacientave. A mund ta shkaktojmë ne kancerin e lëkurës nga mënyra se si e mirë bëjmë lëkurën, po e them kushtimisht me kremat që zgjedhim, me abuzimet që bëjmë, me tretmanet që bëjmë, sepse nganjëherë blejmë produkte të shumta, ndoshta edhe të shtrejta, por nuk e di ma janë të duhurat për lëkurën tonë. Po, natyrisht edhe për përdorimin e kremave nevojitet dermatologu ta vlerësoj, domethënë çfarë lloj lëkure për çfarë nevoje që mos me abuzu. Nëse nuk i ki mundësi një herë në vjet një kontroll te dermatologu, nuk ma merr mendja që ka të tillë që domethënë nuk mund m'ja leju vetë një kontroll jo vetëm të fytyrës, po krejt trupit. Kremat zakonisht nuk mund të rrezikojnë. Jo, kremat nuk shkaktojnë. Mos flasim për kremat që shiten, kremat me merkur, me zhivë. Po. Ato po. Ato po. Definitivisht ato. Po, për të krejt po flason.